Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Pas përfundimit të rundit të parë të zgjedhjeve, këtu në Kallëzo për një me jemi duke i ftu kandidatët për kryetar të komunave të cilët sipas rezultateve preliminare të KQZ-s i kanë fitu zgjedhjet pa ballotazh. Pas Imri Ahmetit dhe Qemal Aliut që i patëm dy natë e kalume, në studio e kemi ftu Ilir Feratin, kandidatin për kryetar të komunës së Istogut, i cili ka fitu pa ballotazh. Rezultatet preliminare për Istogun, Ilir Ferati i ka 58.78%, Alin Imana i dyti me radhë nga PDK i ka 22.11%, edhe Astrid Bujupaj i ka 13.53%, kandidati i fundit Uk Blakaj 5.58%. Ilir, ti je përveç tjerash edhe antar i kryesisë së LDK-s. Për këtë arsye, mas pari, intervistën po du me nis me disa pyetje si antar i kryesisë. Kallëzom, pas përfundimit parë, thjesht qeveria Kurti duhet ka dalë dhe ka thënë që do të nisë konsultimet për me pa a mundet me bo koalicion për qendër, për nivelin qendror. Kjo është një urgjencë më e madhe për ndoshta edhe shikuesit edhe publikus që ka prit me u kry këto zgjedhje. Tash i dini rezultatet. A ka shans që kanë ndryshu ose zbut qëndrimet e të dy partive, jo veç t'juja, për me bo koalicion apo jo? E para, mendoj që qeveria Kurti nuk ekziston, është jo legjitime. Me mandat skaduar dhe për te kësaj është në detyrë. Në formë pa drejtë na kemi ngritur edhe kallëzim penal si parti për këtë çështje. Koxhamati dhe presim shurtimin e tij. E dyta mendoj që është vonë për pjesën e fillimit të konsultimeve ose eventualisht negocimeve sa kanë shku prej zgjedhjeve nacionale dhe është dashur reflektimi më ndodh shumë herët mendoj. Jo më tentu me konsumu përmes komunikimeve formale, po më tentu me ndërtu komunikim ferët, sinqert, edhe me një dozë goxha të madhe të solidaritetit tu e ditë sjelljen e tyre pas përfundimit zgjedhjeve. Konsideroj që kjo legjislaturë duhet të morë rikonfirmim për elektoratit. Më përmenoj që duhet më shku drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe me morë rikonfirmimin secili prej deputetëve, ata që hynë listë dhe me pa manej sjelljen e tyre secilis parti, të nis prej partisë së tash përfaqësojnë dhe të vazhdo tutjet e secila mirë, po është detyrë, obligim ligjor, moral e politik i atij që fiton shumicën me ndërtu spari komunikimin me solidaritet e tutje manej edhe koalicionin e mundshëm. Se po mendon që elektorati, ju partisë spindroni qëndrimet, po lë prej elektoratit me ndru qëndrimet. Me fjalë tjera, pse ka me votu ndryshe elektorati mas veç pak mujve, Ilir? Ajo është dëshmu që elektorati voton ndryshe mas pak mujve është dëshmu edhe në zgjedhje lokale. Jo, valla së dëshmu se këtë tjetër sen janë zgjedhjet lokale. Nuk janë tjetër sen, na jemi të njëjtit njerëz. Po, veç njëtat komuna që ka pas Piman, ju disa njëtat që keni pas Pimani, ka dëshmu kur gjo zgjedhje. Tu është me krahasu çka ka ofruar një parti që ka shumicën te kandidat për kryetar komunave. Njëj qysh ka ofru herën e kalume, qysh e ka dënu populli, edhe ja ka dhonë mbi 50% në qendër, edhe kurs ja ka dhonë komunat ma shumë se 4. Tash, unë mendoj që ajo pjesë ose ajo sjellje elektorale ka fitu dijen e nevojshme në raport me ato që ka ofruar lëvizja vendosje, edhe pjekurinë e nevojshme që mos me votu mu. Po është ta thash që pjesa e kësaj legjislature duhet me marrë rikonfirmim në zgjedhje dhe me vazhdo tutjen me ndërtu komunikimet të reja. Ata duhet mu vëdësu që partia që me fiton shumicën e ka obligim ligjor, moral e politik me ndërtu komunikim edhe me ndërtu manej edhe pjesën e marrëveshjeve, nuk janë obligime këto të partive dyta e treta. Apo e kuptoj drejt që ti si antari kryesisë LDK-s je thjesht një kryetar, po je kryetari komunës, po je edhe antari kryesisë, ti vota jote me dve dikush sot, ti e çon dorën për mos me bo koalicion me vetëvendosin. Sakt. Kjo është menimi jam edhe politik, edhe personal, tu e bazu në sjelljen e vetëvendosjes për krejt këto kohë edhe formën që ata kanë konsumu krejt këtë kohë deri në zgjedhjet lokale. Bile në menoj që ka pas edhe strategji pak që mu tentu me ndërtu një momentum ku mu shku në zgjedhje lokale bashkë me ato nacionalet e tillë ka qenë edhe sjellja e kryetarit vendosjes bile edhe në tubimin në Istog. Istog ti e ke vendos në shkurt, lutem sjellu njëjtë edhe ka shi zgjedhjeve lokale, po një gjë e tillë nuk ka ndodhur, do është ka psu debakël edhe pjesa e kandidaturës ti për
kryetarë komune edhe pjesa e listës për kuvend. Pse po e them to? Nuk mund është në një qyteti në cilin ka lindi Bermergova, me ofru një kandidat 2 ditë para afatit të certifikimit. Unë ta kallëzën sa serioz ose sa seriozisht e merr ti votën e atij qyteti. E një votë që para pak muajsh ka qenë shumicë, me një diferencë shumë të vogël prej neve 200 ose 300 vota, nëse nuk jam gabim. Edhe të zgjedhjet nacionale na pothuajse mi kon fitues në atë garë, ani pse unë s'jam kon kandidat si deputet, mirë po si kryetar komune, edhe si kryetar dege kam bëu maksimumin tam kuptim të organizimit të fushatës dhe krijimit, përqimit mesazheve të elektoratit që me marr votën më të madhe si istok. Për theksoj duhesh me qenë jashtëzakonisht i kujdesshëm, sidomos kur ki shumicën se çka po ofron në qyteti që ka krijuar marka politike në skenën kosovare, jo veç lokale. Marka politike po flas në kuptim të personaliteteve që kanë dalë prej stokut e që kanë qenë pjesë. E çushi komenton ti fitoren e LDK-s edhe mos fitoren në nivel lokal në disa komuna? A keni prit rezultat më të mirë? Thonë të drejtën të ne kryetarët të komunave, gjatë pjesës së zgjedhjeve lokale na jemi goxha të fokusuar te pjesa komunave tona, të organizimit procesit, të menaxhimit procesit, të na që mi kon kryetarë komunave është obligim shtesët i dushmë najtë edhe në kryt detyrave përpas që kemi organizuar fushat, të hi edhe pjesët në obligimeve që dalin prej qenërit kryetare, qenërit në ekzekutivëve, që dushmë najtë karshi kërkesave qytetarëve pa marrë parasysh që janë zgjedhjet. E pjesa e rezultateve unë mendoj që për secilin komunë do të ishte më e drejtë me vetë se cilin kryetar komunës se cila komunë ka specifikën e vet, edhe nuk besoj që dikush mund me jap opinion politik general e me cilën e shpjegon situatën në këtë komunat e Kosovës. Mirë, për çato Ilir, për shkak se je njëri tash i rreshkun e më i relaksum, pse nuk ki me him ballotazh, nuk ki fushatëre, po du me të pyet analizën tënde për do dhimt të LDK-s, do vene që nuk keni prit që ka me dalë qështu, Gjilani mos me him ballotazh. Ish bastioni i LDK-s. Nuk hinë në ballotazh e fiton, s'po dihet sakt, sakt, mirë po, me rezultatet preliminare, me shumicë ka fituar Albani Hyseni. Pse? Unë pres shumë edhe prej votës së diasporës. Jo në kuptim të informacioneve, po të njoft pjesën e diasporës Gjilanit edhe prej takimeve që kemi pas me ta gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet nacionale në diasporë. Mirë, po megjithatë jeni larg me përqindje. Te pjesa të votave. E votës që Gjilani ka vendosur për Albani Hyseni është analizë që duhet me bë bashkërisht dega e LDK-s në Gjilan, të nis prej Lutfiaziet, mikut tim edhe babës tim, edhe të vazhdo tutje edhe të kandidatit tash në këtë rast të Arbrit, po pse Gjilani janë sjell në formë që janë sjell si votues, tu e ditë që niko kanë qenë jashtëzakonisht për krahas ndaj të lidhjes demokratike. Mirë po konsideroj që në komunat si Gjilani që janë, si më thonë, kryeqendra të një regjuni, këtë rast që është kryeqendër e Anamaravës, aty ka shumë faktorë se sa veç zgjedhjet e rregullta, për dallim prej stogut ku gjithçka ka qenë garë, edhe ferë mendoj që atje ka edhe kalkulime dhe ekuacione politike në mes partive tjera, të cilat nuk e shohin vetën në garë absolutisht as pak, edhe manaj tentojnë që një pjesë të elektoratit. Në rundin e parë nuk ka kalkulime se secili lufton për votën e vet. Edhe të jetë që edhe në rundin e parë ka kalkulime, pjesa e partive politike që nuk e shohin vetën as për afërmi në balotazh i bojnë kalkulimet e veta edhe në rundin e parë ka pas shembuj edhe në kalumin të këtyre kalkulimeve dhe mendoj që pjesa e opozitës. Këto kalkulime kryesisht Gjilani ka shkuar në favor LDK-s dejtar, sepse ka pas bashkëpunim të atashëm me PDK-n. Unë nuk mendoj që i ka shkuar kryesisht, ka pas raste, mirë ku ka pas edhe raste kur nuk janë shkuar në favor. Tu e ditë që luta është politikan i kalibrit të lartë, është i kahershëm në skenën politike edhe që instinkti i tij politik është jashtëzakonisht më i zhvilluar se na të tjerët, edhe kam rrimë me lexu më herët pjesën e kalkulimeve, ndoshta ka punuar me preventive edhe e ka fituar pjesën e garës. Mendoj që do në analizë të theksuar për neve edhe Gjilani, edhe Anamrava që region ka rëndësi të jashtëzakonshme dhe besoj shumë që ka më kon fokus i partisë përndryshe te pjesa kur ka kalim të pushteteve prej një gjenerate ose prej një informacion tjetër. Këto sjellje janë edhe normale, sepse të njerëz mund të rrit skepticizmin në raport me ato se çka kanë prit për kalumit ose çka presin për këtij që është në garë për momentin. Ilir, para se me shku te komunat, prap kom kuriozitet si antar të kryesisë me të pyet çysh e shpjegon 3.5% që e keni fituar në Mitrovic, një komunë ku ka qenë kohë
Jo shumë e largët, ku LDK-ja ka udhëheq me atë komunë. Qysh e spjegon 3.5%? Ka Koxhakova që LDK-ja nuk ka udhëheq me. Di që ka Koxhakova. Është kohë shumë e gjatë, që sigurisht ndikon e parat. Atë ka pas pozicion nën kryetarit, mandej nuk është parti që ke mujtë me paramenu që i merë veç 3.5%. Pozicioni në kryetarit është pozicion që emërosh. Edhe është pozicion që ty delegohen përgjithësi për aq sa kryetari pranon me të delegu. Mirë, a kena i spjegim për Mitrovicën? Pjesa e Mitrovicës mendoj që është specifike veçantë se të përpos që s'kemi pas pushtet në kuptimin e udhëheqjes komunës. Që Koxhaniku është edhe pjesa e partisë GUZO që ka luajtur rolin e vetë që kryesisht shtratën e votuesve ka marrë të na normalisht që ka ndikuar në dobësim të kandidatit tonë i cili ka bërë punë të jashtëzakonshme atje për gjatë kësaj fushat. Unë e kam përcjell përmes deklarimeve dhe edhe përmes rrjeteve sociale, gëzimi ka qenë jashtëzakonisht aktiv, mirë po ti votën e qytetarit nuk mundesh me marrë me zërt. Ti është joti është me bë fushatën fair edhe korrekte, gjithë cillën ai e ka bë, si përfaqësues i LDK-s, ta ashtu ti të shohim ç'është zhvilluar. Pajtona me ty, kur gjo me zër, edhe këto zgjedhje o dëshmu që votuesi ka qenë, Kogja pa dhunë, s'ka pas incidente, po du me të pyet edhe për dy komuna tjera se si antari kryesis, shumë rallë na bjen rasti, mos haroj Lirnat Prishtinës gjithmonë komentojnë për komuna tjera, shumë rallë i shohim njerëz e komunave tjera të komentu për qendër, për që ato po e shfrytëzoj rastin me marrë mendimin tënd për a je befasu për vushtri që nuk ka hyrë në ballotazh. Po. Je befasu. Po jam befasu se Gjafa është kandidat serioz. Ka qenë kryetar komune edhe është kandidat që ka afinitet goxha të madh politik. Mirë, shumë herët jemi mas zgjedhjeve, s'dija ke mujt me artë të naj analizë. Si partia keni artë të analizë pse Gjafa nuk ka hi në ballotazh? Jo, është shumë e hershme me marrë të një analizë, në halajme të marrë me procesin e numërimit tash në përqendrat komunale të numërimit, të tentu me menaxhu sa më mirë dhe përmes vëzhguesve komisionerëve që kemi në për këto qendra. Sigurisht mas certifikimit të rezultateve partia ka mundëri edhe me pa se ku ka ndodhur shputjet po e quaj kështu që kemi pas prej elektoratit, ku ka ndodhur ndonjë gabim eventual, ku ka ndodhur ndonjë kalkulim të cilët nuk kemi mërri me hetu edhe me i bë preventiv, edhe gjitha këto në fund dalin pa edhe e bojnë atë bashkësinë e figurave që të merr qartë manej se çush ka rrjedh pjesa e votës, tash konkretisht të vushtria që unë mendoj që ka qenë kandidat i jashtëzakonshëm edhe njerëz që din e një çuditën e vushtrisë, edhe që ka qenë kryetar i mirë i vushtrisë, edhe që ka qenë kandidat serioz për neve tash për vushtrin. A është befasi Peja për ty që ka hyrë në ballotazh, a nuk është? Peja, unë mendoj që kur është në garën për të katërtën herë, e luan rolin e vet, kjo pjesë të qytetarëve. Ani pse Gazmend Magjeri është kryetar i jashtëzakonshëm. Edhe është menaxher i komunës i jashtëzakonshëm edhe i ka shërbyer qytetarit Pejs me nerë me dignitet që 3 mandate tash të garu për të katërtën. Mirë po, pjesa e opozicës me sa unë kam pa, edhe kam hetu konkretisht ka regjuni Podgurit, kemi edhe lidhje familjare me ta, edhe ku frekuentojmë të njëri tjetër kam pa që kam pas strategji të pjesa e kandidimit të kandidatëve për asamble për me shkaktu një farë hutije të votuesit në mënyrë që më kriju shpërndarje të votës edhe me bon në formë të organizuar, çush edhe kanë bën pjesën e dërgimit në ballotazh të Gazmend Magjeri. Formë të organizuar, po thu ndaj kryetarit që është tanishëm e ka pushtetin, i ka kontratat, e ka komoditetin e pushtetit. Unë në pushtet jam vetë, pjesa e kontratave ty nuk do kryetar komunë. Gazi nuk e di që ka fshat në komunën e Pesë që nuk ka investuar në të për krejt. Në nisë për nevojave bazike deri te mëshana sociale. Saktësisht çet argument ma përdor mu opozita e PSD. Tash thot Gazi ka shtru qatë shumë në fshatra sa që e ka siguru votën prej çetëne investimeve infrastrukturore. Pse së ndodhi do me thonë që me shku mas gjithë këtyne investimeve, mos me pas ballotazh heq? Unë është konë shumë afër. Është konë shumë afër, diferenca nuk është shumë e madhe prej ballotazhit. Thash, unë bindja e politike është pa e njoftë në detajet e renën që atje ka pas. Mirë, ti po thu disa veprimet kundërshtuese. Kalkulimesh, po du mi fut këtë partitë opozitare në thes, po për një pjesë të partitë opozitare, kandidimi strategjik i kandidatëve për asamble goditja e pikave të forta dhe është pjesë e cila ndodhet se të smush me menaxhu marrë një muaj me njerë komplet territorin. Ai ka thonë konkurenca shumë e fortë? Për shembull krahasim me Lipjan. Konkurenca shumë e fortë në Pej.
diferenca është koqa modën pe. Ma e ashpër, nështë koqa ta ma e modën. fort, nështë ta kandidat ma të mirë, Nuk menej. opozita. Kandidat më të mirë për komunën e 5 se ka zënë Magjeri nuk ka. Po, dytit Po, opozita është legjitime me bo lojën politike, mirë për gazë është kryetari 5. Ato ka konfirmu edhe votuesi, është diferencë e pathyeshme dhe sigurisht edhe në atjerët jemi në funksion të është kësaj gare të baletarëve, qysh ka qenë gazi para 4 vjetë në funksion. Okej, tash jeni në fazë ku ju njerë që jeni edhe fitus, qartë që të në zgjedhjeve, po edhe në strukturat partis, është normale me u kërku ndihma juaj me i organizu fushatën e ballotazhit komuna tjera, edhe koalicionet, sepse është faza e menjëhershme ku duhet mu bo koalicionet, kallëzëm LDK-ja a është e vendosun me bo koalicion kështu qendror me naj parti caktume mu marrë vesh për ballotazh në disa komuna. Tash te pjesa e kombinatorikave politike që bëhen në nivel lokal, zakonisht bëhen prej udhëheqësve lokal, ose në këtë rast prej kryetarëve të komuna, sigurisht në një rast të caktuar ka nevojë me asistencë në kuptimin e përkrahjes për kështu prej nivelit qendror. Unë nuk mendoj që një parti politike mund të marrë qendrim publik në një garë ballotazhi se me cilën parti po do të më hyjë në marrëveshje koalicioni për krejt nivel Kosovë, se nuk janë krejt partitë njëjtë në komuna që kanë pjesën e përkrahjes votës, edhe sigurisht që ajo ndryshon specifikat prej komune në komunë, edhe thash duhet më kanë pjesë koqa shumë në kompetencë të kryetarit ose kandidatit. Nëse s'po futeni në koalicion me vetëvendosjen qendër dhe jeni kaq të vendosur që ata janë jo parimor, jo shtetnor, po kam ju rastin është ta mu fut koalicion në nivel lokal. E qysh po bëj ka ko kanë parimorë në nivel lokal, a? Në 21-ën jetë ofertën e parë për koalicion ja kanë bërë lëvizjes vetëvendosje. Ja ki bo ofertën në nivel lokal? Po. A ki pas nevoj për ta, për votat e tyre? Po se më kanë balotazh edhe nuk kam pas shumicën në kuvend. Mirë. Edhe jo mul me diskutu me ta, e kam bërë ofertën, jo në kuptim të pozicioneve, po me hap diskutimet, nuk e di jam fregu prej meje, a prej pushtetit, është për herë të parë që përmendë, nuk po përmendë jam në për herë të korreksimit. Ka refuzu? Nuk ka marrë përgjigje fare. As pozitive, as negative. A ki po ofertë në nivelin lokal jetu? Në nivelin lokal. Kam kontaktu me persona të nivelit qendror, sigurisht. Njerëz që kam pas lidhje personale me ta, edhe nuk kemi marrë përgjigje fare. Është hera parë që përmendi për me përçuesi informacion te qytetari i Stogut. Se është një pjesë e projekteve që na realizojmë, kur atje pjesa e kryesisë PIKS, ADEX, nuk e di çu thonë ata, ose eventualisht në asamblesë krenohet me një projekt për të cilën e ka bënë një diskutim në kuvend. Mirë për kur kthehesh më pa shën që asnjë prej buxheteve të komunës. Për kujtona, nuk i kanë votuar. Kur s'ta ka kthy përgjigjen vetëvendosja për koalicion, me kanë ke bë koalicion lokal kur ke pas nevojë për. Bë koalicion me Partinë Demokratike. Me PDK-n. E dyta, domethënë ke shku te i dyti me radhë. Jo, atëherë kon në tretë i katërt. Okej. Po mas parja ke ofruar vetëvendosjes. Edhe s'ka bë koalicion me ty. Po do të thonë që nuk është pjesë që menaxhon komplet qendra, se kjo është diçka që ne kam bënë në kompetencat e mia si kandidat për kryetar komune që jam konë në balotazh. Po du me dalë te atëherë nëse s'tu kam përgjigj, a është sugjerimi jëtë, a jetu e thonë këta, veç ta kuptoj qëllimi kësaj, a jetu e thonë që në qëfar do nivelli lokal s'ja vlen me hi me vetëvendosin. A jetu e thonë qëta? Unë jam të paraqit para qytetarit të Stogut seriozitetin e tyre në raport me shërbimet që ata i përmendin. Ama si të paraqit para veç qytetarëve të Stogut, para këtë Kosovës? Edhe të Kosovës, po me tekst veçantë të Stogut, unë besoj që nëse edhe tash nëse je i dyti me radhë, je me naj komunë si Shtimja, për shembull. Shtimja ka qenë koalicion, LDK-BV, kanë qenë koalicion, i kanë pas 3 drejtori LDK-ja, në qeverisje. Niko edhe Njonik. Mirë. A jetu i thonë atyre, më zgaboni tash, bojkotone vetëvendosjen? Jo, se jam të thonë bojkotone vetëvendosjen. Si e të thonë? Jam të kallëzu sjelljen që e kanë pas karshimeje, trajtimin pas Ka të me thonë kjo, nëse kanë pas ndajte që shtu s'duhet me bo, a duhet me bo, apo bëni çka doni? Unë prap, si kryetar komune, ani pse kemi shumicë, edhe te pjesa e kuvendit. 49.9 është për momentin, besoj me votën e diasporës e kalon. Unë kom ullë dhe kom diskutu me se cilën prej partive opozitore, të e fillu prej PDK-s, vetëvendosjes, AK-s, edhe me pas se cilë i ka sjelljet më të mira politike, edhe cilë hymë në funksion pa dasht më t'inglu absolut në kuptim të marrjes së pushtetit. E si antari kryesis LDK-s, a ke me insistu që komuna tjera që kanë nevoj, kanë ofert me hi pri vetëvendosjes, ose kanë me ju afru vetëvendosjes për koalicion,
Mos me ju afru? Unë për i theksoj prapë, kjo është në kompetencën e kandidatit. Edhe jam i bindun që edhe kryetari i partisë, edhe kryesia, ku jam edhe unë antar, ato ka me lonë të pjesa se qysh e vlerëson kandidati, se aje një specifike në komunës ma mirë se në atyrë, çka du më folë në përshtime kur nështë ta përkret jetën ta me 3-4 herë më konë. Mirë. Po du tash me të pyet për fitoren tënde në Istag, po dalim të që kjo, çka o recepti me fitu pa ballotazh? Përveç asaj që te parës, më duke që i the që ta ka qitë vetëndosja kandidatin e dopt, apo? Recepti, Të fundit, në moment. Tash e ka qitë në momentin e fundit, astriti është... A në moment fundit, jo dopt, po në moment fundit. Nuk është intelektual dopt, po se di se ka pas kohën e mjaftueshme që me organizu, me u sistemu, me pranu manej pjesa vetëndosjes si trup ose si kandidat, i ka pas sfidat të vetë në këtë garë, që kish mi pas se cilit që i kish ndodhë në sjellje e tillë. Çka është recepti? Unë jam një prej qytetarëve të Istogut jetë, edhe nuk e shoh Istogun si mundësi, as nuk e shoh Istogun si ambicje, po e shoh Istogun si një prej qyteteve më të mira edhe më të qeta për jetesë, për i theksoj të qeta edhe qetësisht ata e vendosin kur gjykojnë se kuj kam i besu politikisht. Që kjo është pika e parë. Bile ti aktivisht zdo me jetu në Prishtinë, më duket, kështu? Ja, kom refuzu gjithmonë, në veç gohen kërëm konë student edhe aty këgja me zërë, me abstenimet ko paskoshme, mirë po ja kom dalë me përfundu studimet edhe mu këthy me njerë në Istag, ku kam shërby prej 2014, nëse nuk ka bëj. Fillimisht si zyrtar, ma ndej si deputet prap, si kryetar, tash si kryetar i ri edhe i vjetër i komunës. Tuti është pjesa e formacionit politik që ne kemi të gëshëtum mrena vetet si degë, që është përfaqësimi ma dinitaz i krejt familjeve që kemi mri me i fut në gjirën e LDK-s. Ka gjenerat 2-3 që shërben për aty në familjeve dhe që përvazhdan si tradit e mirë kuptimit, e mirë besimit, edhe s'fundmi është pjesa e punës që na kemi bo për krejt të 4 vjetët që ka qenë e jashtëzakonshme. Praktikisht, me thonë, kjo është kështu tërës, nuk besoj që ka lagje në komunë të Istogut, në krejt fshatnat që natë paktën me një investim ose me një lehtësim nuk e kemi prek. Me idejen që me bo muni se cilën qytetar pa dallim, për them, se pa dallim ka qenë më të ajon, e 2021-s, muni pjesë e ratis ose me një dorën e komunës të investu dhe të ja lehtësu një pjesë të jetës e ti në lagjen e ti në fshatnat e komunës Istogut. Folëm për kandidatin e vetëvendosjes, po s'folëm për ramjen e AK-s, e cila ka qenë pozicione shumë më të mira. Në Istag, çush e shpjegon ramjen e AK-s? Aty në AK ka pas lëvizje. Edhe prej AK-s drejt partive tjera, edhe pjesa e të qenojt një kohë gjatë në tentativë për pushtet në 2017 me AK-n e mikon 3 raunde zgjedhore, nëse nuk ke harru, kemi fitu për 14 vota. Diferencë, prapë në 2021 ka qenë garë kogja serioze me Bek Berishën në atë kohë, prapë kemi fitu na si Lidhje Demokratike, tash kësaj radhe po mendoj që është sjellje normale në qytetari. Thonë është një mundësi, edhe më nej fillon me pa tjetër mundësi se cili është më i favorshëm. Është një përqindje votuesit në Istag, që nuk është as AK, as PDK, as vetëvendosje, por që menon që duhet më ndru pushteti. Fatmirësisht nuk është përqindje e madhe, po është mjaftueshëm sa me bë garën serioze, edhe na më kon të kujdesshëm si LDK, se cila po është oferta jonë edhe në kuptim programit, edhe të listës kuvendit, edhe të kandidaturave për kryetar. LDK-ja dhe qytetari i Istogut janë mishëm politik, thjesht është se kom bëu në këtë punë, kom gjetë, edhe po mendoj me vazhdu tutje përmes punëve të mira, komunikimit të rregullt me ta, transparencës në qeverisje, besa qeverisës bashkë me ta. Po dalim të që kjo qysh kime qeveris, qka kime bo, për shkak se kom pas shumë pak kohë, herën e parë që erdhe në debat me kundë kandidatit tu. Menoj që ma pak kohë kom pas unë, jo ti. E vërtet, po kom pas edhe une ma pak kohë me t'i bo ty, do pyetje me t'i marë, premtime që kom qef me t'i marë. Pra ndaj, po du me t'pyt, qa kime bo ka aspekti infrastrukturor, cilat rrugë kemi trajtu, edhe ku kime shtru trotuare të reja, po fillojmë për infrastrukturës. Çfarë investime e kem plan me i kry 4 vitet ashme? Të pjesa e infrastrukturës, në menoj që kemi mri me i trajtu diku një 65 ose 70% të rrugëve të lagje. E dyta, kemi fillu investimit në qendra urbane, me prioritet qytetin që ka morë komplet pamje tjetër, kur të vishë tjetër kime vrejt ndryshimin që ka ndodhë.
Tash kur po flas me rrugë qytetari atje din, rruga Bajram Gashi që shkon prej Truftës në drejtim të Starsës, që ka më vazhdu komplet me përshujer në toksure, me trotuar dhe me asfalt të ri, pjesa prej Shirshit Gjakut deri te Udhkryqi i Dushkajës, prapë qytetari din për çka po flas, është kontratë që është nënshkruar vlerë 3.5 milion euro, komplet me përshujer në toksure, tu e di që në stok fryt një herë madhe, edhe që problemet që ne ka shkaktuar janë jashtëzakonisht mëdha edhe në kuptim dëmeve edhe zgjidhjeve, kemi vendosur me bë këtë investim, bypassi ose qarkurja e qytetit që ka me u fillu më njëherë menoj në vitin e dytë mandatit, është investim prapë që ka vlerën 3 milion euro, është një prej 12 premtimeve kryesore. Edhe ka më bë me parë të qendrës atë komunës krejt. Projektin i tij është segment i zgjerimit rrugës që ka bën Ministria e Infrastrukturës. I ka dediku paret? Jo, fillimisht jemi të morë me shpëtësim se kalon në përpuna private. Besoj që Ministria ka me përfundu pjesën e eksproprieimit të pronës. Në momentin që e përfundon ekspropriimin, na kemi filluar negocimin me ta, me pa kanë na përkrahur memorandum, ajo, nëse nuk na përkrahin, kemi orientu buxhet komunal që me vazhdu është shumë e rëndësishme, jo veç si lehtësim i qytetit për kuën kur diaspora është aty, po krijon edhe bypass të zhvillimit ekonomik, edhe orientim të ri të ndërtimeve, edhe orientim të ri të bizneseve, dhe gjallërim ekonomik të asaj zone praktikisht i bën zgjerim i qytetit. Është finalizimi i kolektorit kryesor të ujrave të zeza 4.2 milion euro, që vazhdon prej Istugut e deri në fshatin e fundit të fshatit Draj që është. Thonë mbledh krejt ujin të zeza i largon prej lumit. Kur kryhet kolektori dhe sa kushton? Kolektori kushton 4.2 milion euro edhe është në tendrim. Është në proces të tenderimit. Pastaj është pjesa e shtratit lumit që është komponent e të njëjtit projekt të kolektorit kryesor, prapë prej Istugut deri te ura Gurit në Zallës. Sa kushton shtrati i lumit? Shtrati i lumit kushton 2.5 milion euro. Edhe fillon... A i ki këto pare? Po flasë për pare shka i kam të budgetume. Krejt, do më thonë, fondeve vetanake. Një pjesë është e grantit të performansës, një pjesë është të vetanakeve, një pjesë është e grantit përgjithshëm që na orientojmë. Të pyeta për trotuare, a kemi shtru trotuare të reja? Prioritet, kështë të vazhdu dolat të pjesa e lumpit. Qysh është trajtu qendra urbane e Istugut, është trajtu qendra urbane e Gurakucit, këtë vit fillon trajtimi i qendrës urbane të Vrellës, është trajtu një si mini zonë ekonomike në fund bajës që është kriju me pjesë infrastrukturës të rej komplet, me kanalizim të ujnave të zeza, të gypit të ujit, me të ndryshim me trotuar të ri. Ka mu trajtu njëjtë pjesa e qendrës urbane të Zallçit, e qendrës urbane të Rakoshit, edhe së fundmi është kriju edhe qendra urbane e Saradranit, e cila e dënë projektin me bo mas pari kryesor, se nuk e kemi projektin. Spjegona, Ilir, që ka nënkupton qendra urbane, sepse me këqyr me istok ka nënkuptu me u shëndru në pedonale, vetëm për këmbësor. Veç spjegona që ka do me thonë qendër urbane në fshatra që përdo me këtë. Komuna Istugut e ka qëtë specifik për dallim për komunave tjera. Është komunë policentrike në kuptim të organizimit geografik edhe të orientimit të marrës shërbimeve. Shumë qendra ka. Shumë qendra. Për shembull, Gurakuci, fshati prej ka vijune, aty frekuenton fshati Tomës, frekuenton fshati Kovrag, frekuenton fshati Vreq, ka qenë zyrja e vendit, ka ekzistuar niku, tash ekziston edhe ambulanca, është si pak ma qendër e disa fshatnave përreth. Pra, veç në shpallur edhe me statut të komunës tu. Urbanizmi aty që nënkupton qendër urbane më bo? Tash është qendër e disa fshatnave përreth, në cilën ti krijon një tip mini qytetin për ka pamja, për ka infrastruktura, jo pedonale e bllokim të qarkullimit makinave, se është e nevojshme. Qysh ndrëm pamja? Çka shtin aty? Ndrëm pamja të ndryshimi, fillimisht përçojat në toksore. Nëse sëllën për tyne, ndrëm pamja të ndryshimi, ndrëm pamja të trotuari, ndrëm pamja të rruga ose asfalti i rrisë, në pjesë e tyne kanë kohëgjat vjetër edhe janë asfaltet që nështru enez për kuës kur baba jam ka qenë kryetar edhe që duhen mirëmbajtje, duhen reinvestim se kanë kalu... Në disa fshatra e ke bo mandatin e kalum që, do më thonë, e ke qendrat urbane që po i thu. Në këtë mandat, sa i përmene që kemi e përmenda Vrellën, e përmenda Zallçin, e përmenda Rakoshin, edhe projektimin e Saradronit, projektimin. 3. I përmene 3 që kryhen, si mas te e kryhen? 90%. 90%. Cilin vetë kryhen? Përmena mandatis, nuk janë të specifikume. Për Rakosh edhe për Zallç, projektet janë. Vrella fillon këtë vit. Thashtë edhe në rëmpamin komplet të qendrës Vrellës, fshati më i madh në komunën e Istugut, edhe meriton. Fshatra tjera që s'ka ndryshim, veç pse s'bohen qendra urbane, s'do me thonë që s'dush mja u bo ndryshimin. Jo, nuk ka fshat në komunën e Istugut që paktën te pjesa ka shkolla, nuk e ka të kryim trotuarin në ndryshimin.
te pjesa ka shkon prioritet për shkak të nxënësve, frekuentimit të nxënësve. Po, veç ai nxënësi ka me utu pe shtëpisë vet deri te shkolla. Tash deri te shkolla nuk ka drita, te shkolla ka drita. As bën me marru drita të tjetër ka? Ato janë faza në për të realizuar projektet. Edhe nuk kam fuqinë ose kapacitetin financiar që me kry komplet fshatin në të nësi për një vjet. Edhe janë ndame në faza në për vite. Në një pjesë për fshatave ka përfundu pëthuj sekret, po flas për rrugë kryesore, jo për rrugë dësore, se është e pamundshme me trajtu me trotuar dhe mendoj që nuk është e nevojshme me trajtu me trotuar. Edhe kanë më vazhdu me prioritet, thash më vazhdu prej pjesave ka shkolla dhe me zgjeru në drejtim të fshatave ka frekuentuar prej nxënësve. Ani pse na e kemi premtim, edhe mendoj që më rrim me realizu që secili nxënës që ka shtëpinë më larg se 1,5 kilometër deri në fund të mandatit me pas transportin e paguar prej nesh si komunë të dera shtëpisë. Në mënyrë që me ofru siguri, lehtësim financiar familjes, edhe mos nevojë mandej të prishësh dinamikësisë të familjeve të edhit. Pasi jemi të folë për çdo organizimet, shërbime publike, mu po më intereson pastrimin që shkeme organizu në qëto vende ku bot investimi, po edhe tjera. Pastrim që ka me pas 3-1 Komuna e Istogët është komuna me pasur në Republikë Kosovës. Qështu po thojnë shumë komuna i lërë, veç me të kallëzu? Hajde menaxhoj, ti fatmirësisht ki ekip gazetarëve, hajde për cjelli pa paralajmërim edhe e shem vetë. 99% të mbetonimeve të ambisnisë mbledhen në bazë javore. 99% po ashtu e kemi edhe inkasimin e fakturave, që është për mu vlerësu se po e paguajnë në shërbim që po e morë. Pjesa e qytetit sfundmi jemi pajisë me 2 pajisje që e bën fshirjen mobilja, ato janë makinat vogla që bën fshirjen mobilja të rrugëve edhe të trotuareve. Është nënshkruar një kontratë shtëpi me kompaninë Ambienti, përmes cilës kemi ofruar dhe jemi të ofruar vazhdimsi mirëmbajtje të varrezave edhe të parqeve. Për gjatë krejt mandatit është kontratë që ka më vazhdu edhe viteve tashme, edhe sigurisht përmen parqet, sa drojnë tri po i premton? Një stok drojtë rria. I kemi një 2500 si premtim, po një stok ka drojnë meftush. Po, Së është aseti i Bjeshkës edhe kemi hapësia Gjelberta, kogja shumë të orientume që edhe ka pjesa e qendrës Vërbone, edhe të kafshatrat, është trujt kogja shumë pjesa të qendrit si qyteti Gjelbert. Nuk ka industri, tranë përjashtimisht një pjesë të gurtyzëve të cilët janë trashëguar edhe që janë komponentë të zhvillimit ekonomik edhe të cilët nuk duhet me eliminu se janë punëdhënës goxha të mëdhenj në komunën e Istogët. Tutje te pjesa e pastrimit, mendoj që kemi nevojë jashtëzakonisht shumë me renovu pjesën e pajisjeve të kompanisë Ambienti, që janë goxha të vjetrume, te pjesa e fikjeve zjarreve kur ata na kanë asistuar, këtë Kosova ka kesh me neve jetë, po e theksoj me ne pajisja tjetër se një kamion që ka 76 vitin e prodhimit, po që kanë rrimë pështu jashtëzakonisht shumë shtëpia njerëz. Edhe bile në deklarim prej mediumeve tjera, kom thonë që është pak e rëndësishme viti i prodhimit, sa ka rëndësi efikasiteti i tij që na ka hinë. Tu e po të në zjarë që ka ndodhë, po du me të pytë sa pare ke menu me i qunë zjarë fiksa. E tash, na kem planifikuar për vitin e dytë mandatit një 9 stacion në Gurrakos, në vlerë për 350 mijërave, si objekt, mënyrë që me kriju infrastrukturën e re, po bashkë me pajisje përcjellëse. A i kryer me 350.000 euro edhe objektin e pajisjet ta? Jo, s'kryet me 350.000 euro edhe objekti i pajisjet, po objekti nuk mund të konë shumë i shnajtë se ato janë kryesisht një objekte montazhit, se s'ka aty luks në kuptim të sa kamiona, sa kamion zjarë fiksët kemi? Tash pjesën e përshkrimit të paramosës janë të bo komandanti i stacionit bashkë me ekspertin e zjarreve edhe AMEN, është pjesë ose komponentë që menaxhohet për Agjencisë për Menaxhim të Emergjencave. Na kemi dorëzuar një kërkesë, 2 realisht, edhe në gjysmën e vitit që po lëm pas, për me i hap konkurset për zjarrfiks. Jemi mongut 11 zjarrfiks që na takojnë me kuk ose për kuk banore që shkon formula, besoj që me ana vitit e morrim aprovimin edhe fillimisht me pajis ose me renovu si staf, edhe me fresku aty me zjarrfiks 3, edhe manej për pjesën e pajisjeve, mendoj që deri në vitin e dytë mandatit kemi zgjidh problemin. Sigurisht që nuk kanë më konë pajisjet 2025, së është e pamundshme me mbulu si kosto komune, apo në bashkëpunim me AMN, pajisje funksionale që janë gjendje të mirë teknike dhe që hynë në funksion të zjarrfiks. So zjarrfiksat a kemi i pagu të komuna apo AME-a? Zjarrfiksat i paguim na, po AME-a i shpall konkurset. Jo i paguni, ajo i shpall konkurset, për që ato po du me të pytë, a ke drejt, a ke menu me ngrit numrin e zjarrfiksave, pikërisht për shkak të situatës re kriju me zjarre. A keme i shtu zjarrfiksat? E thashna në pjesën në qëshorën, nëse nuk e bëj, kemi dorëzu kërkesën na me edhe, jem shku e kom taku drejtorin. A të kanë mundësu? Alo, s'ka mora përvim.
Alo, s'ka marrë problem. Besoj shumë se është në interes të tyne kjo çështje, jo veç të komunës. Jemi 12 Zjarfix më pak. Kemi 12 prej kurshi, çfarë kohe, prej? që 3 vjet, 4. 12 më pak se që ju takon me Sa që ligj? na takon me kokë banuri, po, në ligjin për kokë banuri. Edhe drejtori ka premtuar që ka momentin e parë që atina i vjen procedura ndur, ka me Qysh momentin e me- parë? unë nuk jam njës i procedurës rekrutimit se qysh a me ja shpall konkursin, është çështje e tyre brendshme dhe Po veç, pe kuptoj, me met qyteti, pa 12 zjarfiksa që i takojnë, është rrezik. Në qëtë kohë kur kemi kalu një verë të tonë rrezik krejt rajoni, pe zjarfiksave ju 12 ma pak. Sakt është konë dhe jo veç të pjesa e zjarreve, se jo veç të pjesa e zjarreve, po edhe të pjesa e vërshimeve kur kemi pas 2022. Është përgjithësi që bie fillimisht mbi stacionin e zjarfikëve menaxhimi i situatave emergjente. Unë besoj që mëna vitit AME ka më mrime i shpall konkursit edhe na me pas të rekrutuar për fillim vitin e A është ajo në këtë dert krejt komunat? A ke përshtypjen që është penalizim se s'je i vetëvendosjes? Nëse nuk, se besoj. S'është? Se besoj. Nuk du më menu ashtu që një agencion që ka obligim menaxhimin e emergjencave i sheh kryetarët e komunave me sy politik. Ko ankesa për çato. Uroj që të mos na sheh si kryeministri. Ka dalë një agencion qendror mos me mujt mi zgjedh 12 zjarfiksa diçka s'në rregull me ta. Njeri gjithkohë i shkon menja. 12 zjarfiksa s'u mundet mi rekrutu. Unë nuk po them që ai s'ka mujt mi rekrutu 12 zjarfiks. Po thu valla se si ka rekrutu. Nuk e një, unë thashë kom dorëzu kërkesën së kryetarë komune. Më ka thonë Petërxhën në kuën kur jam të shpall për Jonikun dhe për Prishtinën, shpallash me fazën e dytë. Sipas planifikimeve të rekrutimit që i kanë ata. Çka ndodh mi shpall të tëna të njëjtën kohë se zjarri thot çtash po shkojnë Jonikën në Prishtinë, s'po shkojnë Istog. As po bëj ka për një herë me shpall? Nuk e di që kanë procedurën e rekrutimit të mbrëmshme ata ose planin e personelit se si shohin rekrutimin e pjesës së zjarfikëve, për tek kësaj është shumë e rëndësishme edhe pajisja me makineri, edhe pajisja me pajisje personale. Po këtë punë s'po ta kryjnë qendra, po? Ke marrë pjesërisht, shumë pjesërisht. Kemi marrë donacione prej këfurit italian, nuk e di jam lejohet me përmend, po përmend se janë publike kanë qenë. Prej këfurit italian edhe në kuptim të pajisjeve të cilat shkojnë për menaxhim të rasteve të aksidenteve, edhe në kuptim pajisjeve personale të zjarfikëve për menaxhim të emergjencave qoftë zjarfikës ose qoftë vërshimeve. Për shembull, si vetë kemi pas një rast me një bombul të klorit të stacionit klorinimit të ujit, kemi pas veç një par pajisje personale edhe me ligj zjarfikëve, po dashkë 2 zjarfiks më hy, jo një, për shkak se mundet me i hup ndjenjat edhe më qellu. Dhe të dashmi prit, derisa peja na ka pru me shpejtësi rrobat për zjarfiksin e dytë, edhe për më hy me menaxhu pjesën e shpërthimit të asaj bombole. Tu sfidu të e pa se për çka kemi nevojë. Kur kemi pas Po kushton ajo pajisje Iler? Nuk e di, nuk kam ide. Kur kemi pas vërshime, e di që kam telefonu klinën e Jonikun e pejen nuk ka pas rrafshe duka gjinjet as një barkë vetme. Tash e di që i kanë stacionet e zjarfikëve, po nisna prej stogut, se kemi edhe barkun edhe zjarfiksin trajnum për dorim të saj. Po du me dalë të një temë tjetër, të zhvillimi ekonomik. A i ke mendu në cilën anë duhet me u zhvillu ekonomikisht i Stogu? Po me në cilën anë geografikisht as i koncept? Si koncept edhe geografikisht, sepse në Kosovë bëhet njoftën kjo puna e zonave ekonomike, s'do me thonë që ato e keni plan, po të dyjat po menaj. Çështja e trajtimit të zonave ekonomike, për menimin tim në shokat. Okej. Edhe është punë shumë e vogël për me menuni. Me ndonë një parcel komunale edhe me ofru kanalizim, rrugë dhe ndryshim, çka i ka ofru biznesit. Praktikisht ato që ofron secili qytetar. Çka po trajton me spinaf më special kur gjë. Në Stog është kriju klimë mirë e biznesit edhe klimë mirë e komunikimit mes institucionit edhe biznesit. Dëshmi e kësaj janë 2 rastet e fatkeqësive që përmendëm më herët, krejt biznesit komunës së Stogut janë në kom për asistim komunës së zjarfikëve, FSK-s, pa e ditë kush asnjë informacion se sa e kanë pas kostin aty intervenimi ato kompani. Tutje në muajin shtator ne kemi vënë kur themelin e një fabrike të re për përpunim të barnave. Është investim i rrjetit shqiptar të bizneseve. Në diasporë konkretisht një biznesmen i Stogas bashkë me një që jeton në Francë, që është veçori interesante se është gjenerata 3 që po jetoj atje, që kanë zgjedhur me investu një stok 8 milion euro të pasunisë tyne edhe me kriju një fabrikë të re që ka me kriju 150 vende të reja të punës. Jo sot, jo nesër, po mas 20 muajsh. Pre juve komunës çka kanë lyp? Na e kemi ofruar tokën në shfrytëzim, edhe infrastrukturën
përcjellës. A keni kry procesin e tokës dhënies nga kuvendi? E kemi dhënë në shfrytëzim afërshkurtër si fillim, se si kemi konë në kohën kur kemi pas drejtë, se kuvendi veç ka afru ka zgjedhjet edhe kuvendit i bjen e drejta e votës për menaxhim prunës. Sigurisht në fazën ose në legjislaturën e parë na kemi filluar procedurën për dhënien në shfrytëzim afatgjatë përmes negocimit në këtë rast që kam drejtën unë si kryetar komune, edhe me pas ata mundësinë me fillu sa më shpejt investimin të ajo zonë. Është projekti detajzuar, më konë mark ose patent kosovare prodhimi aty në produkteve, medikamenteve, farmaceutike dhe hynë në funksion farmaceutikëve, hynë në funksion mjekëve, biologëve, kimistëve. Për mene projektet që janë të ndodhë, a ke plan ndaj projekt për zhvillim ekonomik 4 vitet e ardhshme? Po ta tregoj një projekt që jemi tu e prit konfirmimin e ligjshmërisë prej Meapolës, 220 hektar tokë komunale janë dhënë në shfrytëzim për instalim paneleve solare. Po flas për 220 MW energji të ripërtërshme që janë në funksion të Republikës Kosovës, jo veç të... Të cila Ministri e Ekonomisë janë të e prit? Jo, jemi të prit e Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, aktin formal të konfirmimit ligjshmërisë të aktit të kuvendit që kemi nxjerrë si komunë, jemi të prit... Qësoj e të e prit? 3-4 muaj, nëse nuk ka prit. 3-4 muaj? 3-4 muaj. Nuk po du më vazhdu me heshtje. Është proces që është ndërlikum, është proces që ka më mbyshyr për shumë institucioneve, edhe po du me marrë përgjithësinë e vetë politike që i takon Ministrisë të Administrimit të Pushtetit Lokal në këtë rast, edhe mos me ikë me heshtje asaj përgjithësie, është e padrejtë. Po më intereson që 4 muaj a ke bo presion, a ke pyet Ministri? Me 10 herë, edhe po mendoj që vanesa është politike. Nuk kam tjetër shpjegim. Është politike, tutje për posoj na kemi dhënë 200 hektarë tjera tokë për shfrytëzim. Çka kami pengu Elberti zonë panele solare në stog? Besoj që Elbert Krasniqi që është ministër. Unë me Elbert Krasniqin jam në koalicion në stog. Edhe kam ninën kryetar të komuniteteve që e kam caktu, emëru, pa e pas të drejtën ligjore ata si minoritet, se nuk e prekun 10%. Tutje e kam pas edhe zëvendës kryesuesin e kuvendit caktuar prej komunitetit bosnjak, për mi trajtu dinitetshëm edhe për mos mi diskriminu politikisht, po mi bo se cilën për ty në pjesë. E pash po intereson, a i ka bo aj i partiz vetë presion për me presion? A i ka pyet pse spektem për të? Komunikimi jam me Elbertin është misur, edhe politik. Edhe? Edhe menoj që aj është sigurisht në presion dikuj tjetër, se nuk besoj që ka ndaj interes caktuar as politik, as personal që me ndalu një investim të tillë në stok. 220 hektarë shkojnë për 200 milionë euro investim. Ky proces instalimeve solare në kupton edhe letra tjera, nuk është veç punë qësaj letre. Sigurisht që shumë letra tjera. Po, Sigurisht që shumë. tjera ta i keni bo këtë gati veç kjo kamet, apo është... E komunës, në rastet kur të kalon 10 megawatt-shën, komuna ka drejt veç me jap tokën në shfrytëzim. Pjesa e kushteve ndërtimore. Edhe lejes kalon në kompetencë të Ministrisë së Ambientit. Edhe sigur që ata kanë punë jashtëzakonisht shumë, edhe 6-7 muaj tjera në vjet derisa të pajisin me këtë dokumentet e nevojshme. Po ashtu jemi në negocim me një kompani amerikane që ka më investu nëse rrim me përfundu negocimin të pjesa bjeshkës për energji me erë. Edhe si interes publik, investim i të njëjtës kompani, nëse e merr tokën në shfrytëzim, ka më investu në pjesën e elektrifikimit të bjeshkës, se bjeshka i tokët nuk ka rrjet elektrik fare. Do thonë prej çati negocimi na nxjerrim në investim 3 milion zgati, që hynë investim të pjesa e bjeshkës edhe përpos që ofron. Pikërisht, pyetja e radhës është për zonën e maleve, po më intereson çka kemi mujt me bo veç para se të shkojmë, ma muj veç me të pyeta si ç'dasht Ketsi me bo elektrifikimin e zonës së bjeshkëve të stogut? Ketsi, nëse kish mri me renovu rrjetin në pjesën e Rrafshit ose qytetit, unë ja kësha hap një mirënjohje të madhe sa këtë komunë e Stogut. As nuk është zona e... 50% e rrjetit komunës e Stogut është rrjet i vetrumjet. Edhe ko qytetarët i Stogut përballën me vështirësi jashtëzakonshme, sidomos te pjesa kohës dimnit. Para mendoj çka ka bërë qeveria e Kosovës. Subvencionon blerjen e pajisjeve të klimave ose ajrit kondicionum. Pa e llogarit që rrjetin e ka të vetrum, edhe që ato pajisjet duhen tension më të lartë. Po veç është privatizuar rrjeti të menu që miliona kanë me hi në investim. Nashta kanë hy në komuna tjera, nashta në komuna tjera. Pse s'kanë hy? Sigur që është një prej fajtorëve. Pse? Ata qeveritë e kalume është dashme mi këshyr 300 milion investime pa të premtu që ka ble. Ato 300 milion investime nuk i ka premtu për i vjetë. Sigur t'i ka pas dha me plan dinamik. Edhe sa i bjen me plan dinamik qeverisë para kësaj, duhet mirë edhe këtina për pjesën që se ka menaxhu përgjithësin e vetë, se s'po me bo fajtorë kështu. Mu pa menaxhu, i shkruaj investimin në stëg. Po s'qenë menaxhu as për aty në as për këtyn.
Mirë, nëse e ki zonën e maleve përveç elektrifikimit që po mendon që shumë ma efikas e kryn dikush investitus me solare, çka tjetër në zonën e maleve kena me po të re në 4 vitet ashme, ka aspekti i turizmit, a kime bo na i shenjëzim, a kime ofru shërbime të reja turistike për hecje, çka kim plan? Qeveria e Kosovës ka kryer rrugën për Lugun e Butë. Na për pjesën e Mohnës, që janë 2 pikat kryesore turistike në komunën e Stokut, jemi në përfundim. Menoj që deri ka vera vizitarsëm Mirë, asfalt. së punë veç rrugët me kryen male, vyn tjetër çka? Është komponent kryesore kur ti dosh me kriju zhvillim ekonomik. Se blegtori shkon bjeshk edhe pa asfalt. Po biznesmeni që don me marr një prodhë në Ai shfrytëzim, që shkon edhe pa asfalt. jam të fol për nivel tjetër zhvillimi ekonomik. Biznesmeni që ka target investime në një kompleks turistik, e për cilën na kemi nevojë shumë me pas në njënën për bjeshkëve, ose të Lugu i Butë, ose të Mokhna, që mu këthy në atrakcion, jo veç për turistin kosovar, po për krejt turist të balkonit të të tentu edhe ata të Evropës. Rrugë të ki pas. Rrugët po përfundojnë. Mas rrugëve? Elektrifikimi nëse në shkon marrë që ajo pjesë e negocimit përfundon mrena mandatit, në momentin që elektrifikohet, zgjidhet edhe problemi i furnizimit stabil me ujë pijës. Atje nuk ka furnizim stabil, nuk ka furnizim me kryje. Kur krejt që të krijohen, unë kam komponentën e ikonës turistike që kom fut në hartë zonale. Thonë, në vitin e parë filloj me trajtu me plan të hollësishëm zhvillimor pjesën e Bjeshkës, ku i orientojmë anej edhe në ndërtimet e stonave, edhe ndërtimet e komplekseve hoteliri ose turistike me materiale. Çfarë komplekse menon që ka nevojë Bjeshka i Stokut, çfarë kemi leju? Jam të fol për 14 mjet, po flas për ndërtime që ofrojnë fjete, po flas për ndërtime që ofrojnë spa, po flas për ndërtime që ofrojnë shërbime për trajtim të turizmit shëndetësor, e që sidomos të pjesa Mohnës është veçori e veçantë se i përafrohet Prevalls me kushte klimatike. Çka nëse dojnë me beton me marru, krejt me beton? Ato janë të përshkrume në detaje të pjesa tekstale, horizonale, materialet që lejohen për ndërtim në atë zonë. Nuk besoj që ka investitor që tenton më ndërtu ndërtim të lartë edhe më shit banesa në Bjeshkë. Dush me besu se Mpej i ka ndërtu me beton pa leje, ka hotelet ndërtume pa leje. Në Pej, që ato ofër te, në Rugov, që është Bjeshkë e ngjashme me Stokun, falë që nëse më lejon mi krahasu, në Rugov janë ndërtu hotele pa leje. Ti, a i lejon që ashtu me ta përsërit një stok? Unë përparsin për dallim prej peje, se kam që me infrastrukturë ligjore jem të i pri. Që ata mos me pas tendencën për ndërtime agresive. Qyre infrastrukturën ligjore ka pas edhe peja, apo guxim s'ka pas? Jo, se ka pas. Peja ka problem me pjesën e parkut nacional. Unë e gjysmën e Bjeshkës... Fjallin rregullu se ki fjallin e ki. Edhe që ka është përparsia jeme, se gjysmën e Bjeshkës e kam që e menagjoj unë si komunë dhe nuk e prek vijat e parkut nacional, heq. Te pjesa e parkut nacional, edhe aty kemi përparsi, sepse trajton niveli i 2 dhe i 3, jo niveli i parë i parkut, i bje që ka pjesë ose ka mundësi që të zhvillohet edhe ajo pjesë. Pjesa e planit të hollësishëm zhvillimor, në momentin që investitori aplikon, na kemi mundësinë me trajtu kërkesën e tij konform kushteve që kemi të paracaktuar, jo dhe besoj shumë që me në mandatin na kemi mrri me të rejkë në investitorit e pjesa e Bjeshkës, jo dhe është një prej komponentave kryesore të turizmit. Pa e ka përsy asë njëherë bujësin, jetë na jemi komuna parë në Kosovë për prodhim të qumshtit, jemi komuna parë në Kosovë për prodhim të mollës, jemi komuna parë në Kosovë për prodhim të peshkut, jemi komuna parë në Kosovë për prodhim të bimëve aromatike mjekuse, bile këtu kem vendin e shtatë në Evropë. E që masi i ki krejt edhe komuna parë në Kosovë stundmi leja ma dhe stonë për shkak të profesorit ndërum për prodhim të farnave, po flas fart grurit edhe fart mistrit, shumica fermerëve të Stokut, atave që përdorin farën që prodhohet në Istog, që ka rendiment shumë a shumë edhe cilësisë shumë a shumë për ta. Mirë, Ilir, bashkë pse përmene që to komuna e parë për shumë çështje të turizmit edhe që atje e ki ambicjen me quj Stogun, atë ka shku menja me kriju kapacitete njerëzore, me shkollu, gastronom, me shkollu kamarjera, me shkollu njerëz që kanë nevoj me pas shkollë për hoteleri. Nëse nuk gaboj, nuk janë 8 vjetë kur shkolla mesme teknike, tash profesionale që quhet, e ka pas drejtimin hoteleri dhe turizm. A e ka halo? Jo, ciklin e kalum, e ka pas të hapun, për e di këton se e kom pas në ndërtëre shkollës, dalë me zgjën, ta shqyqër, jo me liru në besa i pjesë, është dash me mbyllë se janë konë veç 2 kandidat që
që kanë apliku për Nështë duhet me ofru bursa, me fjallë tjera, nëse keme pas nevoj njerë që dojnë me jetu një stok edhe e din që të punë. Nështë duhet me ndru diçka. Stoku është zhvillu jashtëzakonisht shumë të pjesa gastronomisë. Një pjesë kogja modhe edhe... Këta po na ankohen për mungesë punëtorëve, neve në Kallzo Pikon po ankohen në mungesë punëtorëve. Investitorët në restorane, investitorët në hoteleri. Gastronomët e mdhej, që kanë vrri më kriju punëdhënie stabile, që ju kanë ofru paga dinjiteshme, që ju kanë ofru kushtet mira të punës, edhe pushime si mas ligjeve të punës. Jetu folë 7-8 hotele me ndërtu, 7-8 bujtina, ata qindra njerëz ishin dashur me punësu, pra duhet prej tashtit, duhet me shkollu gjenerata treja. Së folim për këta egzistus, jemi të folë për krejt këto infrastrukturën për ja ofron një turizmi tri një stak. E ku mi marë ata njerëzit, Ilir? Një stak mi marë. Apo thë që s'ka shkollë të hoteleris? Nuk, po thëmë që s'ka shkollë të hoteleris, po thëmë që mujmë vitin e arshëm me bo komponent të shkollës mes profesionale në drejtim tillë. Na për momentin jemi planifikim që me bo për farmaceutik në shkollë mesme për shkak të fabrikës që ka mundur tu një stok. Ja kemi shtu edhe drejtimin e fizioterapisë për shkak të Onyxit që kërkon profesionist të tillë. Domethënë po flas shkolla mesme profesionale praktikisht është të funksionu konform nevojës së tregut në stok. Deri tash kemi pas me infirmeri, është mbush tregu një pjesë e tyre fatkeqësisht e kanë synuar Evropën për shkak kushteve më të mira, po planifikojmë me ndër për infirmerinë me vazhdu me farmaci dhe fizioterapi, edhe në momentin që na kthehet si nevojë pjesa e nxënësve që certifikohen për turizëm edhe për hoteleri. Mirë po, tu e ditë që istoku është goxha gjigant i gastronomisë. Unë nuk mendoj që ka pas një investitor që ka pas problem me pjesën e rekrutimit të punëtorëve certifikuar për kështu ose fuqisë punëtorëve që din me kry punën në gastronomi. Nuk mendon që ka pas problem. Jo, nuk mendoj që ka pas problem as pak për këtë punë, se ka njerëz, unë personalisht një shumë prej tyre që nuk janë punë, ndoshta për shkak të kushteve, ndoshta për shkak edhe të nevojës që e kanë pas ose s'e kanë pas në periudhë aty në caktuar me tjetës. Është shumë e rëndësishme komponenta e turizmit në stok, është shumë e rëndësishme me zhvilluar një kompleks turistik. Te turizmi deri tash sa kemi zhvilluar, ne kemi 18 shtigje që janë të shënjezuar konform standardeve të Federatës Alpine të Evropës. E kemi klubin lokal të alpinizmit që bjen guida shumë shpesh në komunën e Stogut edhe vizitojnë pjesën e Bjeshkës, po është turizëm afatshkurt, po flasim për një ditë dy. Dhe nuk po flas që mas 3-4 vjetë, 5 vjetë, jeta gjara me pas mundësinë me i harxhu 5 ditë në Bjeshkën e Stogut bashkë me familjen e saj. Edhe përpos që merr shërbimin e kompleksit, më hin funksion edhe pjesa e blegturëve që i kanë bujtinat e tyre të jashtëzakonshme që të garantoj që mikpritjen e kanë më të mirë se të pjesa e shërbimit hotelier që e merrti, që është standard i krijuar më herët që të praktikisht e din çapo të pret në momentin që. Ilir, e çele vet temën e arsimit, unë po duhet të pyet, a kime pas mundësi me pilotu mësimin çdo ditor në Istog apo nuk e ke plan fare? Vetëm në sfidë që për shoh, ne kam të folë edhe në debat kur jemi me kandidat. Për shoh të mësimit tërë ditor është pjesa e ofrimit të shujtave për zonësit. E vërtet. Na kemi ndërmarrje. Kemi më shumë kohë, nëse qaja është sfidë dhe nuk do me dhënë përgjigje ma shumë se që ke dhënë. Po flas edhe ma shumë, po flas sa kom folë edhe të pjesa debatit. Po, veç... Kuptim të infrastrukturës na s'kemi sfidë. Kuptim të objekteve nuk kemi sfidë. Në kuptim të stafit nuk kemi sfidë. Mirë, a keme provu një 2 shkolla apo heq? Ideja është me provu në një shkollë nëse na rrim me kriju një ndërmarrje publike, kuzhinë, e qatë ndërmarrje, unë shoh problem për te edhe të kisha kërku, personalisht, si kryetar komunë, që më dalë edhe me inspektu produktet që kontrata publike që në nënshuar qeveria Kosovës i furnizon institucionet parashkollore edhe qirdet. Del shihi vetë, monitoroj, inspektoj. Krejt qirdet i furnizon me një kontratë? Një kontratë qendrore është që nënshuar edhe për furnizim me ushqim me qirde edhe për furnizim me derivate të komunës, edhe nuk e di për cilat lamë tjera. Është Agjencia Qendrore e Prokurimit? AQP-ja. E çka ju të thonë për qatë kvalitet? I kom vizitu qirdet në Stog, aty s'ka kvalitet. S'ka vrejtje? Nuk ka kvalitet të furnizimit. Nuk ka kvalitet. Janë produkte për menim tem. Kallëzoma ma detajshëm. Që po ta kallëzoj kështu konkretisht. Çka ka problem? Jëm hyrë në kuzhinë, e kom marrë qesën ose paketimin e rizit. Nuk kom pa as prodhues, as afat, as emërtim. Vesh një qese me riz. Tash, a ka ndodhë Erosit, a është vesh një herë? Këtë çështje nuk e di.
Ajo në anku susat... Vazhdimisht ankuan për cilësinë e produkte. Po si shdosh me pranu, me këthy. Kur është me pranu se ti e ki në para mos... Jo, se ki në para mos që ki me marë pa dhona, kur e produkt, kur e ka fatin... Një rast që mund më konë dhe izolum. Një rast vetëm e përmena. Mirë po, janë produkte cilat shteti Kosovës nuk duhet me i kontraktu me çmimin masiv. Mirë, qaj që i merë i shdosh mu anku i lërë. Qësh mu anku? Jo me të metë kryetarit komunës. Së mja pranu, pranimi me a këthy. Jo kryetari komunës me gjithë ato. E që kam jo dhonë fëmijë më hongër? Me e këthy edhe me thonë, birma matë mirë, ta binë, sepse që të kalzo pikam. Birma që është duhet me a fatë bëj ftesë publike, hajde që të kalzo pikam, qërë dhe istogut, nisë aprej qërë dhe istogut. E nisim. Nëse pasërtia o nivel, pjesa sanitarisë është nivel, pjesa kuzhinës është nivel. A veç a jetë kuptu që kërkush prej menagmentit të qerdhës në ka ngrit, po në ngrit kryetari i komunës që ta. Do me thonë, menagmentit e qerdhëve në Kosovë nuk na e ka ngrit. Unë jam 99% i sigurt që ka komunikim qerdhë dhe ka ministri për këtë qështje. Jo veç një stëgë, po sigurt tonë kanë vrejtë së është i njëti furnizus garant. Kontraktohet një kompani në Prishtinë, aje kontrakton një në kontraktorë Glin, aje kontrakton një në kontraktorë Masimi të full për qerdhe, veç para më shku të arsimi, a premton qerdhe treja? Edhe një. Edhe një. A ke pas qerdhe që ke kërku prej qeveris me t'i bo e nuk t'i ka ofru? Kalzam. Kur kom hy në zyre, e kom gjetë një kontrat për një qerdhe në qytet, që e konë gjysëm e përfundume, edhe që 4 vjetë ka bo Ministria e Arsimit me shput qatë kontrat. Apet unë e kom shput. 4 vjetë. Se e kom thirë operatorën, e kom thonë t'lutna, merre përsipër një humbje se jem ka dojmë me të pa qerdhe. Tash është në SHP Landa, për të njëjtën, edhe im akuzu vazhdimisht prej kandidatit dhe vendosi që s'kem rri me kry. Për kundër që kom pas kërkesa, më na leju me kry me fondet tona. Një qerdhe të reja kom nisë me Ministrinë e Arsimit në Gurakëc, në shatin tem, më kanë thonë pëse në shatonin, qerdhe në Gurakëc është konë një shpije pjanëve që është ndërtu... Ata kanë pranua jo? Po e kemi nisë, është të ndërtu ajo. Po me paret ministrisë atua? Të ministrisë. Edhe kontrata është bërë prej ministrisë komplet. Tutje, më në menoj që edhe një kërkesë kemi bërë për një qerdhe, po i thëmë mobile, ata, Ministria e Arsimit e ka një komponent që shkollat që janë gjysmë të zbrazëta, një pjesë të ty ne e këthen në qerdhe e modifikon me do module. A e ka aprovuar? E kemi bërë kërkesën, po, e kemi bërë kërkesën për fshatin Saradrand, se gjysma shkollës nuk është në funksion. Me e bon... Mirë, Ilir jemi në fund, s'po du me lonë pa një premtim për shëndetësi. Qka premton shëndetësi 4 vite tashme? Unë e kom premtu në shëndetësi, po flasë, fillimisht jemi në realizim të objektit spitalit. Menoj që në fund të janarit, fillim të shkurtit, varësisht që shjetës puna, aneksi oj objektit lëshuhet në funksion komplet i ri, kontrat 2.3 milion euro është, edhe i transferojmë komplet shërbimet në aneksin atë objektit, e lëshojmë rrugën për më vazhdu pjesa B e objektit për që i kështu. Istogu ka me pas spital të vetë? QKMF. Që andër kërësuhet me kësisë familjare. është investim shumë i madhë. Kemi ndërtu ambulancë të rejnë, Nuqën, Verejsën, Cekoljezën, Zalqën, Gurakac. Praktikisht po munduar me ofru shërbimin sa ma afër qytetarit. E kemi dyfishu objektin, ekipin e mjekëve mobil. E kemi dyfishu ekipin e mjekëve në emergjensë, 24 orë janë 2 mjekë edhe 6-7 teknikë që janë funksion non-stop. Këti tjetër është pjesa e kontratës që kemi ekstra shërbim shëndetësor, janë 64 që ofrojnë shërbim infermierë, mjek, teknik, përmi numrin e lejuar sa kemë na për kokë banorit. Për fund, keme pranu me arë në debat kur i monitorojnë premtimet e tuja? Qashtu që shke qenë edhe kalumë? Gjithmonë me kënaqësi më të madhe edhe jam i gëzuar që po vazhdon që traditë sepse na njihemi përgjegjës përpos para opozicës, përpos para qytetarit, edhe pjesa e diskutimit në debatin që i bëhen, jam i bindur që me maturi për secilin kandidat për kryetar se e din që janë të marshme edhe kanë mu prek mas 2 vjetë eventualisht mas 3. Faleminderit shumë, urime edhe njëherë. Ishte ky Ilir Ferati në serin e intervistave që po i zhvilloj me kryetar të cilët nuk kanë balotazh fare në komunat e tëne, sipas, edhe njëherë po e thëm, sipas rezultateve preliminare të KQZ-s. Nuk do me thonë që janë përfundimtare, ndoshta ndron situata, po këta ishin kryetar që sipas rezultateve preliminare nuk shkojnë balotazh. Deri në komunën e Radhës që e diskutojmë prap emisionin e Radhës nesër mrana në ora 7, neve do të na shihni deri në fund ballotazhit, do të jemi me ju në ora 7 çdo natë TV Dukaxhin edhe në kallzo.com. Për sonte, natën e mirë.